Komisioni Shtetëror Zgjedhor rrumbullakson aktivitetet për zgjedhjet e përsëritura lokale të 11 janarit në 4 komuna: Gostivar, Mavrovë-Rostush, Qendër-Zhupë dhe Vrapçisht. Antarët miratuan udhëzuesin e votimit, i cili parashikon kushtet e votimit, por edhe ndalesat, sikurse votimi në grup, fotografimi i fletvotimit, si dhe votimi për dikë tjetër. Pasi në bazë të kodit zgjedhor, dokument valid për identifikim ditën e votimit, letra njoftimit apo pasaporta, është valide prej momentit të shpalljes së zgjedhjeve deri në momentin e mbajtjes së zgjedhjeve. Pasi zgjedhjet janë shpallë më 17 nëntor dhe do të mbahen në 11 janar, do me thënë Këshilli Zgjedhor dhe votuesit, të gjithë të cilët afati i skadimit të vlefshmërisë së pasaportës apo letrës njoftimit u ka kaluar më 17 nëntor, deri në 11 janar do të llogaritën si të vlefshme. Pjesa tjetër është pjesë e njëjtë e udhëzimit, mënyrën se si bëhet identifikimi i votuesve, si bëhet në bazë të pajisjes për identifikim të votuesit, mënyra se si duhet të votohet, çka është ndaluar, do me thënë është ndaluar të votim familjar, grupor apo votim në emër të dikujt tjetrit, është ndaluar dhe fotografimi i fletvotimit. Komisioni Shtetëror Zgjedhor gjithashtu miratoi edhe pagesën e shpenzimeve të personave të angazhuar për transportin e materialit dhe pajisjeve zgjedhore. Financat do të dedikohen për dorëzimin e materialit zgjedhor, sikurse vletvotimet dhe listat zgjedhore, si dhe mjetet për identifikim biometrik. Është vendim i zakont, të cilën KSZ-ja e miraton, por është i rëndësishëm për procesin e votimit që është në fazë përfundimtare, theksoi antari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Angelçe Ristov. Në seancën e sotme, Dritë Jeshile u dha edhe planit financiar për vitin 2026 në vlerë prej 153.196.000 denar. 103 milion e 196.000 denar do të jenë për shpenzime rrjedhëse, ndërsa 50 milion denar do të ndahen për programin zgjedhor dhe proceset zgjedhore.